kur jam ndar unë me baban e tij, ai jetën time me bashkëshortin tim tjetër që unë jam këtu, nuk e ka pranuar asnjëherë. Thoshte gjithmonë që ti më ke braktisur. Kur dilja nga puna e shikoja që ishte aty dhe nuk më fliste, nuk më foli për 5 vjet. Xhaxhai i mori në telefon familjen e vet, maman dhe babam, dhe i tha që mos e mani në shtëpi se ai është i çmendur, do ju vrasi natën. Dhe atë e përzun nga shtëpia. Vetëm dua ta di që është gjallë, tjetë mirë atje ku është, se kështu nuk e di qa mund të ketë ndodhur. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, unë do hap dritaren për një nën, ajo quhet Elida Kovaçi, e cila do rrëfej jetën e saj të vështirë që ka pasur këtu në Shqipëri, konkretisht në qytetin e Elbasanit, por është në kërkim të djalit të saj, ai që e bëri për herë të parë nën, pikërisht Ilir Kovaçi. 36 vjeçari ka shkëputur çdo lloj kontakti me nënën e tij në vitin 2017 nga Tirana. Divorci me babain e bëri atë djalë ta vuante për vite të tëra, edhe në moshë madhore, ai e ka vuajtur ndarjen e prindërve. Por çfarë ka ndodhur me Ilir Kovaçin? Si shkëputi ai kontaktet me nënën e tij? Unë hap dritaren për të ftuar Elidën dhe për ta dëgjuar këtë histori. Elida, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe juve programin. Jemi të dyja së bashku në këtë live, sepse fatkeqësisht ti ke humbur çdo lloj kontakti me djalin tënd Ilir Kovaçin që prej vitit 2017. Po. Por çfarë ka ndodhur me Ilirin? Domethënë si ke humbur ti kontaktet? Sepse ti jeton në Itali dhe ai ka humbur këtu në kryeqytet në Tiranë. Po. Atëhere Iliri për moshën që kishte ishte i ndarveç nga shtëpia ime, bashkëdonte me të dashurën e vet dhe e humbi kartë soxhornën që kishte për 10 vjet. Në çfarë vendi të Italisë ka jetuar dhe ka bashkëtuar me vajzën që donte? Këtu ku jam unë, në Reggio Emilia. Po? Dhe kur donte ta rinovonte, i përgatiti të gjithë letrat që duheshin në kuestur dhe i lan dhe datën për ta tërhequr dhe vajtëm bashkë. Personi i kuesturës i ngarkuar me këtë detyrë, shefi i kuesturës, më tha që unë nuk mund t'ja jap duplikatën e kartës që ka ai, sepse rezultonte 5 vjet pa rezidencë në Itali. Dhe për këtë motiv duhet largohesh nga Italia, sepse me ligjin që kanë ato quhesh klandestin. E qartë, e kuptova. Megjithatë, unë si mama pak ma përpara, po ai nuk më kishte thënë gjë që vajta i futa do ta tërheq dokumentin. Atë rast u proponova unë, i thash po vi dhe unë me ty, ta marrim bashkë. Po të më kishte thënë Iliri më përpara, unë duhet kisha kapur një avokat, sepse unë jam cittadine italiane. Po? Edhe ato nuk mund ta largonin nga mua, sepse e merja unë në banesën time. Nëse ai nuk ishte një rezidencë. E qartë, e kuptova. Për këtë arsye, policia erdhi e mori në shtëpi, e shoqëroi në Malpensa, në aeroport dhe e zbritën në Tiranë. Ndërkohë, bashkëtuesja e tij ishte shtetase italiane apo shqiptare? Italiane. Ai erdhi në Shqipëri dhe në një farë mënyrë u nda edhe nga e dashura. Po. Në momentin që ai ka mbritur në Shqipëri, ku ka qëndruar? Domethënë ti ke pasur komunikime, në çfarë muaji? Po. Në çfarë muaji ka mbritur në Shqipëri ai të vitit 2017? Ai ka ardhur në 13 korrik. Në 13 korrik ka arritur në Tiranë, pastaj vajti në Elbasan, se aty kishte gjyshrit. Tani nuk janë më, kanë vdekur që të dy. Po, gjyshrit nga ana e babait. Nga ana e babait, po. Dhe ndeti ja një javë aty, pastaj ato e kishin zënë. E kishin përzënë. Po. Por pse pati ndonjë konflikt Iliri me gjyshin? Për një arsye, ai ka një xhaxha këtu ku rri unë. Në Itali, po. Ka një xhaxha, që xhaxhai i mori në telefon familjen e vet, maman dhe babam, dhe i tha që mos e mani në shtëpi se ai është i çmendur, do ju vrasi natën.
dhe atë e përzun nga shtëpia. Xhaxhai e tha këtë gjë për nipin. Nuk i... Po, Por pse e tha këtë gjë, do me thonë për djalin tuaj? po Iliri, kohët e funit ishte pa punë dhe më shumë rrinte në bibliotekë shkruante. Edhe këto e morën si të çmendur. Faktikisht Ilirin unë edhe e pata vizituar, edhe e pata shtruar në spital, ma për qetësi mendore se Iliri ishte, ta them është, se nuk e di dhe ku është, Kuptoj. ishte njëri që mendonte shumë, para se të bënte një veprim ose të thoshte i llafe, do mendoheshe shumë. Me i fjalë, për mos me i ba keq njeriu. Që këtë që po them, ose këtë që po baj, i bëj keq ndonjë njeriu, jo. I bëj keq, atëherë nuk e them, ose atëherë nuk e shpreh. Si të them, pak i mbyllur në vetvete Dhe i ndjeshëm. dhe shumë i ndjeshëm, shumë emotiv. Pra, po më tregon që djali juaj Ilir Kovaçi ka qenë shumë emocional. Dhe le të themi që disa kohë përpara se të humbiste, ishte i stresuar. Domethënë ka pasur probleme. Shumë. Kur i bëra vizitën, doktori më tha, djali juaj, tha, është shumë inteligjent, tha. Nuk ta them, tha, që të qetësohesh ti, tha, po me aq sa unë fola dhe me aq sa unë do ta mbaj këtu për një muaj, se këto llafe që po të them unë janë mbas një muaji që ai ndeti në spital. Dhe më tha, Iliri ka në kokën e vet mendimet e atij, që çdo gjë që t'i thojë ndonjë njeri që o bëj kështu, o bëj ashtu, ai ka mendimet e veta dhe nuk ja thyen dot asnjëri mendimet që ka. Që kështu, tha, sikur një njeri, tha, t'i shkeli kamon, është një gjendje, tha, që ai, kur nuk i bën keq një njeriu, mund ta vrasi tjetrin, tha mua, doktori. E dashur Elida, besoj që doktori ju dha një epikriz, ju dha një diagnoz. Elida, më dëgjon? Se më iku interneti. Po, të dëgjoj. Edhe një herë ta përsëris pyetjen. E dashur Elida, mjeku ju dha një diagnoz. Po. Me çfarë u diagnostikua djali juaj? Domethënë çfarë problemi kishte ai të shëndetit mendor? Dha një diagnozë që unë tani duhet shikoj dokumentat dhe duhet i gjej ku i kam futur, që ta them se nuk e maj men. I duhet shikoj letrën se unë i kam ato dokumenta. E kuptoj. A filloi të mjekohej? Po, merte pastilje që mos të mendonte, të rinte i qetë. Por ju e keni takuar të dashurën e djalit, ajo çfarë ju ka treguar? Domethënë, çfarë jete kishte bërë djali juaj, se vërtet keni qenë afër? Atëherë, kur ai rrinte me këtë vajzën, nuk donte ta prezantonte ke mu dhe për këtë arsye, edhe nga ana ekonomike, ai punonte vetë, edhe ajo punonte dhe bashkëjetonin bashkë, nuk frekuentonin shtëpinë time. Se Iliri, që kur jam ndar unë me baban e tij, nuk e, edhe pse ishte i vogël, edhe pse unë e mora këtu e pruna me firmën e Triatit, që 9 vjeç, ai jetën time me bashkëshortin tim tjetër që unë jam këtu, nuk e shikonte me sy të mirë. Nuk e ka pranuar asnjëherë. Ti ke pasur jo, s'kam pas me bashkëshortin që kam, them të drejtën, jam shumë mirë. Jo, e kuptoj. Po shqiptar është, po nga Elbasani. E qartë, okay, ju keni të drejtën tuaj, pasi e divorcuar ti do vazhdoj jetën tënde. Nuk e përjetoj mirë. Nuk e priti mirë martesën tënde. Dhe sa u rrit që u ba 18 vjeç iku vetë nga shtëpia, po nuk iku me llafe ose kështu, tha, unë tash jam i madh, dua të shikoj edhe unë jetën time, do bëj dhe unë siç keni bërë ju, do i këtë jetoj me qerat, se tash jam punë, ta shikoj dhe unë si vete, pastaj njofti këtë gocën, dhe kur njofti këtë gocën, pastaj u shpreh me atë edhe nuk e pruri në shtëpi neve. I pati fol shumë keq për mua. Në një farë mënyre, ti ke pasur konflikte me Ilirin? Nuk kam pasur konflikte, po nuk më dëgjonte, edhe pse ja kam shpjeguar Ilirit jetën time, që kur kam lindur, dhe derisa ai ka ikur nga shtëpia, ja kam shpjeguar jetën time,
Iliri më thoshte gjithmonë që ti më ke braktisur sepse unë e lkejati dhe e mora kur ai u bën 9 vjeç. Në një farë mënyrë ti e ke rritur. E lash 6 vjeç në shkollë në klasën e parë dhe e mora 9 vjeç që nuk bëri as i shkollë atje se ato e kishin heq se nuk e ndiqte mbrapa asnjëri. E kuptoj qartë dhe jetën tuaj e dashur Elida dhe më vjen ka keq që Iliri aq i vogël nuk e ka mirëpritur martesën tuaj dhe edhe kur është ndarë prej jush këtë gjë që e ka patur në zemër ja ka thënë të dashurës. E ka vuajtur brenda vetes. Por pas humbjes së djalit ti ke mundur dot të takosh ish të dashun apo se ke njohur kurrë? Po, sidomos atë vit që iku në 2017-ën, vinte ajo më takon të ke puna edhe flisnim. Edhe unë i thash që në momenti që ke njohur Ilirin, ti mund t'i bëj edhe një pyetje, mund t'i thoje që Ilir, po të paktën ta njoh për respekt më tepër, se unë i thash nuk ha njerëz, i thash. Se ashtu siç më të ka përshkruar Iliri ty për mua, nuk është ashtu edhe unë nuk dua të flas shumë llafe që të them unë jam kjo, unë jam ajo. Unë po të them vetëm kaq që kisha shumë dëshirën se fëmia im i parë, i thash, edhe keni një bashkëjetesë shumë vitesh ju të dy, t'u bëje kurioze ti si femër të vije me fjalë edhe pa dijeninë e tia, të më njije, i thash. Por ajo, besoj ato kohë pas humbjes së djalit e ka kërkuar, ka qenë interesuar për të dashurinë e saj. Po, ajo bashkëjetonin bashkë, pra rrinin me një shtëpi miqërat të dy. Dhe ajo më tha që ai mua më ka përshkruar shumë keq për ty, që ti e rrifje shumë, që ti e kishe lanë atje në venin e vet, nuk e doje dhe unë i ktheva përgjigje, thash, po si mundet një nën, i thash una, që nuk e do fëmin e vet edhe e bi këtu në Itali. Për çfarë e bi unë këtu, i thash? Për një jetë më të mirë se atje, i thash. Unë nuk e mora rrugën, i thash, unë se për veten time, i thash, se siç kam ardhur unë këtu, i thash, unë kam ardhur me zdetit, i thash. Nuk kam ardhur me bilet, thash unë, ose me dokumenta. Thash, edhe fëmin që nuk e mora, i thash vetes time që po të bie unë në det, i thash unë, mos më biri fëmia të paktën të jeton me baban e vet. Për fat të mirë më heci jeta mirë këtej, arrita bëra dokumentat, mendimi i parë imi gjatë gjithë këtyre viteve ishte që të merja Ilirin ta bija këtu. Edhe kjo quhet që është i abandonuar, i thash. Unë po ta kisha abandonuar, nuk do ta mendoja fare dhe nuk do ikja ta merja fare. Kjo quhet abandonimi, thash. E dashur Elida, e mendon që kjo mërzitje, kjo dhimbje që ai ka përjetuar për gjatë gjithë këtyre viteve që nëna dhe babai janë ndarë dhe ai se ka pranuar dot martesën tënde, e ka bërë që sot mos ketë kontakte me ju? Po, se në momentin që ai njofti këtë vajzën, rruga ku shkoj unë për në punë, shtëpia ishte afër dhe kur dilja nga puna e shikoja që ishte aty dhe nuk më fliste, nuk më foli për 5 vjet. 5 vite ti s'ke patur kontakte me djalin? Po, siç jemi unë e ti, të kalojmë kështu, edhe nuk më fliste fare, as frekuentonte shtëpinë time. Vetëm pse ti kishe lënë babain. Unë thoja kështu, nuk dua ta ngacmoj, thoja, e shoh që është mirë, bashkë me vajzën e vet. Thoja unë, pse ti hyn mes të kot? Ai nuk do, unë pse ta shqetësoj? Mjafton që e shikoj me sytë e mi që është mirë. Por pastaj, kur ato i kishin kohët e funit, i kishin punët keq ato të dy si çift, ca shoqet mia të punës e shikonin në një zonë ku jetojnë ato dhe më thonin që Elida, unë kam parë djalin tat që më duket se flenjë në një park. Kam parë djalin tat që në 5 mjezit del nga ky parku. Atëherë unë u bëra kurioze. Kam parë djalin tat që hyp në autobus edhe qesh me veten e vet. Pra, gjendja e tij ishte rënduar. Po. Unë për këtë gjë nuk dija gjë fare. E të interesohem, më del kjo vajza e tij ke shtëpia ku ishin,
Edhe pyes për Ilirin. Më thot, Iliri nuk është këtu, thot, po do vi, thot. Mirë, unë kam nevojë të flas, i thash me ju të dy se ashtu e kam punën. Edhe më lën një takim këto, dal nga puna unë dhe i takoj. Ta bëj çik më myllur këtë. Flas, si përfundim, ai donte ta linte, ajo nuk ishte dakord, si përfundim u lan, unë e mora djalin në shtëpi. Pra Iliri kështu kthye në shtëpitë e kjo dhe kështu ju vazhduat të kishit kontakte me djalin. Po, Ilirin e kisha në shtëpi me fjalë para se t'ikte nga këtu, e kam mbajtur në shtëpi 3 vjet. Por si ka qenë gjendja e tij në ato 3 vite që ti e mbajte në shtëpi? Ato 3 vite mirë ishte, po shenjën më të madhe ma dha një nga që u ndadhe nga ajo, i bëri një si kërcënim asaj ky. Edhe i ati vajti e denoncoj. Në polici? Nuk e denoncoj kështu, po ishte një si të themu, një kërcënim që policia e mori si kërcënim. Po ai kishte folë më shumë për veten e vet, që unë do arri, si ta shpjegojon ty, këtu ndodhi një vrasje e keqe në një familje, edhe ai e bëri atë krahasimin, si që bëri ky i fejuar i kësaj gocës, do bëj unë me ty. E kuptoj, në një farë mënyre të kërcënimi hyn, nëse ai ka vrarë të fejuarën, ndoshta Iliri ka qenë shumë i ngarkuar nga ana emocionale dhe për shkak të problemeve. I kishte shkruar policisë, mos them ja kaq kështu letra të shkruajtura që ato mua nuk mi treguan, sepse ai nga që është maxhoren, nuk mi treguan fare se çai kishte shkruajt, po më thanë vetëm kaq, më thirrën veç në polici dhe më thanë që zonjë, merreni djalin dhe bëjeni një kontroll. Por në momentin që Ilirin e kanë riadhesuar, e kanë sjellë në Shqipëri, gjendja e tij nuk ka qenë mirë. Por si ka mundësi që policia nuk e la që të qëndronte te ty dhe të kurohej? Jo, ai ndeti këtu. Kjo është ajo historia që këto gjana ndodhen ato 3 vite që ai ishte këtu. Që ishte të shtëpia juaj. Unë e kurova, ishte në spital, po ato vendimi në kuestur për dokumentin e atij e kishin marrë. Edhe në ato vite ishte edhe terrorizmi, edhe nuk para lejonin. E kuptoj. Me fjalë, edhe erdhën e morën direkt nga shtëpia dhe e çun në Shqipëri. Por e dashur Elida, në momentin që djali juaj qëndroi 3 vite në shtëpitë e kjo, nda nga kjo vajzë, ti e kurove, mjekove, çfarë ndodhi pas 3 viteve? Ai erdhi në Shqipëri, e riadhesuan? Apo jo, ishte ky viti funit, me fjalë ai u kuru, viti funit ishte shumë mirë Iliri. Po? Ishte shumë mirë. I thashun shkoke gjyshërit, i thashun, sa të mbaroj punë mami, se ishte edhe i çiksi thonë nuk kisha unë një zëvendësuese aty ku punoj unë, dhe sa të më bina të zëvendësuesen, do vi mami atje, i thashun të gjejmë një solucion. Sa të merrem unë me avokat këtu, se unë si cittadin të bëj dokumenta të rikthej tek mua. Dhe kështu djali u nis në Shqipëri, erdhi në Shqipëri dhe humbi nga Tirana. Ti më the se ai fillimisht u vendos në Elbasan tek gjyshi dhe gjyshja dhe ata e dëbuan. Por babai në Iliri e ka? Babai që kur është ndar nga mua, siç më thon dhe njerëzit dhe kam parë vetë kur kam ardhur aty në qytet, flej jashtë, shtëpinë që kishte e shiti, e ka rrëshkit. Kjo është një fatkeqësi. Ndërkohë babajin e vet e takoi Iliri kur mbërriti në Elbasan? Po, e takovi, siç më tha në telefon, se i kishte thënë gjyshit që unë dua të takoj babin. Do takosh babain ti, thot, pa hajde se ta tregoj unë ku është. Dhe zbresin poshtë në Elbasan, vjen e gjejnë në një bar, një kafene. Edhe i thot ja ku e ke babin, vetë e takon dhe e takon shumë ftohtë, i jep vetëm dorën. Edhe Iliri e pyet, po pse e ka ta ndisur kështu? Ai i thot, pa ç'a të bësh, kështu është jeta. Por nëna dhe babai, do me thënë gjyshi dhe gjyshja e Ilirit, babain, fëmijën e tyre kishin lënë në rrugë, nuk e mbanin në shtëpi? Jo, nuk e donin ta mbanin në shtëpi. Dhe ai vazhdon të jetojë në situatë rruge?
Po. Ndërkohë, Edhe sot e kësaj dite kështu është. ndërkohë Kur nda nga mua, ato e martuan, e martuan, bëri fëmijë, i vdiq gruaja, pastaj nuk u martu ma, kalamajt i ikën se gruan që e mori nga Shkodra, edhe kalamajt që bëri me atë, më duket se ka ikur në Shkodër, s'ka asnjë aty. Ai që në këto momente është jashtë, fle jashtë. Iliri pas ka dhe motra dhe vlezër nga babai. Po. Por ai qëndroi te gjyshja një javë dhe më pas ata e dëbuan nga shtëpia. Po, ai mori valixhet, erdhi në Tiranë, kërkonte punë, atë javë që ishte në Elbasan, bëri kartën identita shqiptare. Po. Edhe iku në Tiranë, tentoi ja 2 herë me autobusin, kishte hypur se në 10 tetor fola unë me atë. Kishte ikur në ande nga Ulqini, në kufi ande. Po, Malizi. Ande lart për të ardhur këtej vet. Pra i përpiqej dhe tentonte të kthehej sërish në Itali. Po, edhe kishte hasur me ato që rrinë në roje, me ushtarët, me policat, kush janë atje. Edhe i kishte thënë ai, unë kam mama në Itali dhe duhet iki. Edhe i kishte thënë, po pse pak, si ta them unë ty, pak rrugë të tjera ka për t'ikur, i kishte thënë ai, këtu do vishti ku bëjmë neve check-inet. Shërbimin. I kishte thënë, edhe ai, ndoshta ti mua nuk më besoni, kishte thënë Iliri, po desha unë t'jap numrin e mamit tim dhe ky djali polic më kishte marr, ka qenë ditë shtune, më kishte marrë në telefon 2 herë në orën 10 të darkës, po unë e kisha në karikimi, kishte rënë bateria dhe kur ngrihem të dielën e shikoj, u thash, numër shqiptar do ketë marrë Iliri, kupton? Dhe marr unë në telefon, edhe më thot ky polici, zonjë, thot, jam filani, thot, nuk kujtohet e emri, thot, flas në emër çunit tat se më dha këtë numrin, unë jam polic, ai donte të dilte nga këtu, po unë e ktheva mrapsh me autobusin që erdhi. Që do thotë është rikthyer në Tiranë, prap. Po. U kthye Iliri, fola unë me Ilirin atë ditë, të dielën i thash, po ti çfarë desha ande? Se kështu më mori ai polici që i kishte dhënë numrin ti. E tha doja të kaloja, po jo me mamë thash unë prit se do vi unë, mos i ba këto punë kështu. Edhe në Tirana i flinte jashtë, flinte nga spitali, kte bante dush mrena në spital. Por djali pra ka përfundoi në situatë rruge në Tiranë. Po. Por gjendja e tij shëndetësore, flas për gjendjen psikologjike, mendore. Jo, ishte mirë. Por çfarë të thoshte? Ai i thoshte vetëm kaq. Njëherë më tha që gjeta punë ke këto call center. Po, sa i kishte punuja 1 muaj, siç më tha ai. Edhe thot ky patroni thot nuk do të më japi lekët. Gjëra që ndodhin atje, unë nuk e di. Edhe i çoja unë lek, Pra ti i postoje lek që ai të kishte lek për të bler ushqime, por pse nuk gjete një shtëpi me qira? Se kjo situata që ai flinte me që vajta ke qyteti studentit për të kërkuar edhe sikur një dhomë, tha, nuk ishte. Sepse e dashur Elida, kjo situata e rrugës që ai flinte në rrugë, shkonte në spitalin, në QSOT, lahej, bënte situatë rruge, ti je përshtypjen që ai ka pasur ende probleme me shëndetin e tij mendor. Unë them këtë që përderisa e përzoni edhe gjyshja i ka ngel shumë i deluzo që i thonë, ka ngel shumë keq dhe mund të jenë rikthyer ato probleme, sa i thot themuna, ai do këtë thëmë për shembull që këtu më kapi policia më ktheu mrapsh, vi ke gjyshja më hedhin jashtë. Si ta them unë mund të ketë menduar që mund të jemi pa dëshirueshëm unë në këtë dynja, edhe unë e kam menduar këtë gjë me atë fillim që nuk kisha ma lidhje me Ilirin, që nuk po më merrte ma, nuk më përgjigjeshe në telefon, dhe mendova, më të këqijet mendova. Edhe thash, mund të ketë vrarë veten, nuk është tip që vret veten. Telefoni i tij rezultoi fikur? Mund tjetë po. Mund tjetë njëri që po e ngacmove që ti bish në qafë, pa të drejtë, edhe mund të vrasi me problemet që kishte.
Edhe them, mos është zënë me në një, kush e di me qenë ka hasur, i ka heq kokën. Qa të them unë? I mendoj gjitha. Unë uroj dhe shpresoj mos të ndodhur diçka e keqe, por nëse do kishte ndodhur diçka e keqe në Tiranë, media do ta kishin raportuar. Them, mos jetë në burg. E ke bërë një verifikim, ke bërë një denoncim në polici këtu në Po, erdha unë kam letrat, kam ardhur në 2018-ën, denoncimin e kam bërë në shkurt të 2018-ës me një anë të çunit dajos tim. Po. Në Elbasan, pastaj erdha vetë në prill, edhe në policinë e Elbasanit ato hynë në kompjuter për të shikuar emrat e këtyre që hynë burg, me fjalë të gjithë shtetit shqiptar. E qartë, po. Nuk ishte. Nuk figuronte në burg. Pra ti e ke marrë një përgjigje nga policia disa muaj pas humbjes së tij bie. Fillimi 2018-ës. Po. E dashur Elida, unë në këto momente po jap foton e Ilir Kovaçit, të djalit tuaj, do t'jap dhe të dhënat e tij gjithnjë me shpresën që dikush që mund të na ndjeki, mund të na ndihmoj me informacion për Ilir Kovaçin. Ilir Kovaçi ka qenë vetëm 29 vjeç kur ka humbur çdo lloj kontakti me nënën e tij, fatkeqësisht tetorin e vitit 2017, nëse është shëndoshë mirë, sot i bie të jetë plot 36 vjeç. Plot 7 vite që nëna e tij Elida, që ndodhet në të live me mua, nuk ka asnjë informacion për të birin e saj. Gjurmët e fundit janë nga Tirana, nëse dikush e ka parë, ai kohët e fundit bënte jetën e, le të themi, e një ndacaku në Tiranë, nuk ishte një banesë, flinte në rrugë, po më tregon nëna e tij Elida, por nëse dikush mund ta njohë, është i lutur që të lidhet me mua dhe unë vazhdimisht e jap numrin tim të telefonit dhe vendos edhe me titra. E dashur Elida, ju keni dyshuar më të keqen e mundshme, por duke e njohur karakterin e djalit, ndoshta beson që ai ka vazhduar jetën. Në një diskusion që kemi bërë bashkë edhe këtu, ai është, si të them unë ty, shumë orgollos. Kur ai vendosi të ikte në shtëpia që kishte moshën 18 vjeç, unë i thash, Ilir, po mos ik me mam, rri dhe i vit, mlithi në i lek këtu ke shtëpia, që ai punonte, me fjalë, ti kursente lek të veta se e mbaja unë. E qartë. Të paktën kur të dalësh mas i viti nga shtëpia, ke një lek, i thash, më njanë. Po. Ai më tha mu, jo. Edhe unë për ta bërë, për ta prekur, i thash për shembull që mirë, se do vi një ditë, do t'i biesh derës time, i thash. Çfarë do tha? Edhe ai, kur u nda me atë vajzën që i kishte punët keq, po, nuk erdhi ra derës time, flinte jashtë. Por shkove e gjete ti dhe e more? E mora unë. Më tha po, i lash takim që të veja ta merja, edhe kur e merja në telefon nuk më përgjigj, se është shumë orgollos. Vajta i gjeta atje ku ishte dhe e mora. Hajde me mu në shtëpi, thash. Ti nuk do rish rrugëve. E dashur Elida, por pas humbjes së djalit je munduar të lidhesh me njerëzit e ish-burrit, ndoshta me ish-kunatin që ke aty në Itali apo me ish-vjerrin. Po pra, unë mendoj këtë se në kohën që unë shtrova Ilirin që e vizitova, se Iliri frekuentonte edhe një qendër për shembull ku i jepshin aktivitet, po, merrte ato pastiljet, ikte në mëngjes dhe vinte në darkë. E bëri për 4 muaj këtë gjë. Masi doli nga spitali dhe e takoj këtë xhaxhan e Ilirit, ish kunatin tim, edhe i tregoj tamam me fjalë që shiko se Iliri ka pas këtë problem. E qartë. Dhe ai përfitoi kur mori vesh që Iliri iku në Shqipëri dhe vajti në shtëpi ke prindit e tij. Ai si duket këto që i pata tregu unë, atyre ja shpjegoj ndryshe dhe i tha mos e mani aty, tha se ai mund t'ju vrasi natën, tha t'ju heqi qafës, përzijeni. Po me ish-vjerrin ke folur? Se është e rëndë që një gjyshe dhe një gjysh të dëbojë nipin nga shtëpia. Ku një person është i sëmurë, të gjithë do t'i rinë afër, këta e dëbuan. Po, ma shiko, ai edhe kur ika unë që e lash ke babai vet, babai ati ikte që në gjesë dhe vinte në darkët, e hoqën nga shkolla, se nuk i rrinte njëri mrapa. E kuptoj qartë. Kur ishte ma i vogël. Tash i mendoj që ai ishte i madh,
Edhe unë mendova thash unë tani do t'i jepet një okazion atyre që ta respektojnë Ilirin, atë që nuk bën kur ishte më i vogël, ta bëjnë tani që është i madh që ai kupton. Kur ai xhaxha i veti tha që keni kujdes se ai doli për të blej një kartë për të folë me mua, ai gjyshi i kishte thënë që nuk e kishin për zan, kështu i zhduku mos shoh me sy. E di ç'ke, me që do dalësh do marrësh kartë, tha që të flasësh me mamin, merr dhe këto valizhet që ke këtu. Kështu i kishin thënë nipit. Po. Edhe ai mori valizhet i iku fare. Ti arrite do të flisje me ish vjerrin dhe ish vjerrën? Jo. Kjo. Ke bërë verifikime në qytetin Elbasanit, ndoshta është kthyer. Po. Mund të endet aty në Elbasan, ndoshta mund të bashkuar. Ato kam vdekur tash të dy. Ish vjerri dhe ish vjera. Po. Por ndoshta ka gjetur babain dhe është rikthyer me babain e vet? Jo. Jo, se unë kam një kunat me fjalë nusën e vllajt të ish burrit tim, që edhe sot e kësaj dite shkoj mirë. Edhe ajo më thot që jo Lida. Nuk është me babain e vet. Jo. Por Iliri e ka ditur që ka patur motra dhe vëllezër në Shkodër. Po. Ishin të vegjël, ato ishin të vegjël, Iliri nuk pati fare sepse në momentin që unë ndava, unë 3 vjet e lash Ilirin aty, edhe ai vërtet mori nuse tjetër, por kur lindën fëmijët, Iliri ishte 6 vjet më i madh se fëmijët që lindën. Jo. Që kështu dhe të mëdhej, ai nuk i njifte. E kuptoj, ai nuk i ka njohur kurse, më pas ti e more në Itali dhe e rrite vet djalin. E dinte që i kishte, por nuk i njeh. Ai i interesuar ndonjëherë, ndoshta ai ka kërkuar, e ka gjakun e vet, mund të jetë lidhur me ta dhe jeton atje në Shkodër. Unë kur e kisha këtu, ai gjithmonë më fliste për një shok fëminie që ka pas dhe bëshin dhe luanin bashkë aty në Elbasan, po dhe ai ka ikur në Itali, jo tani, edhe ai ka vite që kishte ikur. Edhe për atë më fliste shumë. Pa ai nuk është aty. Ai është këtej në Itali. Për motra dhe vëllezrit në Shkodër që ka djali, nuk të ka folur ndonjëherë. Jo. Por ka pasur interes ti gjente ti kërkonte? Jo. Gjithsesi, me që jemi në këtë live, nëse ata persona, motra dhe vëllezrit e djalit tuaj Ilir Kovaçit janë duke na ndjekur, nëse ata di diçka, mund të reagojnë dhe të na njoftojnë për djalin tuaj, se çfarë nuk bën vaki, se ti po më tregon e dashur Lida që djali vërtet ka pasur probleme psikologjike. Ti e ke mjekuar, e ke çuar në spital, por ai kur humbi kontaktet nga Tirana, ka qenë mirë nga ana psikologjike. Po. Dhe ajo që unë mund të dyshoj është... Kur iku nga këtu, ishte shumë mirë. Me fjalë, atë kurën terapeutike e mbaroi. Ndoshta situata e rrugës i ka risjell sërish problemet psikologjike? Mendoj edhe unë. Pas Ilirit, nga martesa e dytë, ke sjellë një jetë fëmijë, e bërë nën? Jam bërë gjyshe, si, me çunin e dytë. O, je bërë dhe gjyshe. Por gjithsesi Ilirit ka bërë për herë të parë nën. Po. Dhe sigurisht Iliri. Dhe sigurisht që mungesën e tij e ndjen. Nuk ka ditë natë. Në fakt edhe para 2 ditësh e pash në ëndër. Edhe e shikoj gjithmonë kështu, sikur jam në merkat, sikur ai më kthen kurrizin, unë e kuptoj që e pash, ishte si ai situacioni që nuk më fliste për 5 vjet. Me fjalë, se nuk ja qeka, nuk e ngacmoj, nuk i bin qaf, me fjalë kështu. E sikur më cifet, nuk do të më takoj. Por raportet me vllajin nga ana e mamas, si ka pasur? Shumë mirë. Nuk mund t'i flas këtij çuni dytë se qanë. Ka vlla. I rrinte gjithmonë, e mësonte për mësimet në shkollë. Se Iliri kanë qenë shumë mirë me shkollë këtu. Ti më the edhe pak më. Iliri kur erdhi,
nuk pati nuk e lan ato të bënte shkollën atje. Unë e futa e lash në shkollë, ato e hoqën. Dhe kur e mora këtu, i bëri për 2 vjet klasën e parë, 2 edhe 3. Për 2 vjet. Ka qenë një djalë inteligjent. Po. Dhe kur lindi Francesco, e mora dhe më shumë që kur të linte Francesco, ai me i fjalë të më shikonte mua që isha shtatzan, me i fjalë që lindi vllai, jo ta gjente të lindur. E kuptoj qartë. E kuptoj që nuk i ka munguar dashuria, përpos Ja. disfatave në jetë që ti e ndarë me babain e ti dhe ai e ka përjetuar gjatë gjithë jetës së tij këtë gjë. E mendoj që ndoshta ajo dhimbje që ai vazhdon akoma ta vuaj për ndarjen e prindërve e ka bërë që mos kontaktoj më me ty? E ke menduar këtë gjë? Po. Nuk kam lënë gjë pa menduar. Nësa i ndodhet diku, është shëndoshe mirë, ke një mesazh për t'i përçuar? Unë kam këtë mesazh. Vetëm dua ta di që është gjallë, t'jetë mirë atje ku është. Vetëm dua ta di se është gjallë. Se kështu nuk e di ça mund të ketë ndodhur. Po të paktën ta di që për shembull rrin Shkodër, o rrin Lezhë, o rrin Tiranë, o rrin Durrës, t'jetë mirë, ta di që është gjallë, vetëm kaq këtë kam. Dhe kush mund ta shikoj të paktën të sinjaloj ke programi juaj. Ndërkohë njerëzit e babait të tij, ish kunatin që ndodhet në Itali, i ke njoftuar që Iliri është i humbur. Ata e din? Po, e din. E din se unë faktikisht edhe këtu ke programi që bëhet këtu në Itali e denoncova këtë gjë dhe ato para se të fillojnë programin japin gjithmonë fotot e njerëzve të pagjetur. Po, të humbur. Edhe ka shqiptar që i ndjekin, kupton, këtë program. Dhe e kanë njoftuar që Iliri është i humbur. Po. Iliri ka qenë vetëm 29 vjeç kur humbi kontaktet. Po. Dhe sot i bie të jetë plot 36 vjeç. Po. E dashur Elida, unë ta uroj me zemër që ai të jetë gjallë, të jetë shëndoshe mirë, të ndodhet diku dhe të marri guximin, t'i lër inatet, mërirat, të marri guximin dhe të telefonoj. Dhe unë të premtoj që çdo informacion që do mbërri, menjëherë do t'ua bë në dispozicion dhe ta uroj me zemër sa më shpejt bashkohesh me Ilirin, sepse e di se sa e vuan mungesën e tij, humbjen e tij. Rrofsh, unë të falenderoj shumë për këtë program që bëni dhe në gjendjen time mund të jenë shumë njerëz. Shumë nëna. Dhe unë shpresoj që çdo njeri që mund ta njohë, mund ta shikojë që është gjallë, të njoftoj, nuk dua asgjë tjetër, vetëm ta di që është gjallë. U bëft me mira, ta uroj me zemër. Do mbetemi bashkë në kontakte dashur Elida, të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Rrofsh, shumë faleminderit dhe unë ju përqafoj. Mirupafshim me dashur. Dhe kur unë shkoj te shtëpia e vjerës më del burri me nusa. Se është edhe për të qeshur për Zotin. Një ditë mamaja sa goce ka dash me mëzo me lopat mua. Në sot rrit fëmina saj. E braktisën. Po, ajo vajzë është gjendur në stolat të plazhi i Durrësit. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë dua të ndaj me ju historinë e një nëne. Ajo është nga Gramshi dhe quhet Kristina Ibro. Kristina Ibro ka sjellë në jetë 2 fëmijë, por kur e pyesin se sa fëmijë ke, ajo thot kam 3 fëmijë, kam 2 vajza dhe 1 djalë. Do na tregoj sot në këtë live jetën e saj të vështirë, 2 martesat e dështuara dhe do na prezantoj me 3 fëmijët e saj. Mirë, do e ftoj Kristinën. Përshëndetje Kristina. Si kam? Si je ti? Mirë, si kalove ti, si e? Në fakt po sqaroja këtu edhe për audiencën që sot do hapja një dritare dhe do isha me ju. Ne të dyja njihemi, jemi takuar në Me sqaru pak që bashkë kemi 10 vjet që njihemi, se ato po më thoshte dhe Kristiana dje që omajnë po i thoshte ti Odetës zemër kur ti rrasi zonjë, po nga që ne bashkë kemi tjera konfidenca dhe e bashkë kemi 10 vjet.
E vërtet. Ne të dyja jemi njohur në studio televizive, jemi takuar bashkë dhe së fundmi kemi qenë vetëm përpara pak ditëve Kristina, sepse ti ishe në kërkim të një personi që ishe kujdesur për vite të tëra. Teksa kemi folur pas kuintave bashk, jo të gjithë e din historinë tuaj, ndoshta ti je një figurë tashmë që ke dalë në disa media, je aktive në rrjetet tua sociale, ke ndjekësit e tu, por jo të gjithë e din se kush është Kristina Ibro, dhe mbi të gjitha je nëna e 3 fëmijëve. Po. E 2 vajzave e 1 djali, ke një kohë të gjatë që nuk e pran të voglin tënd. Tashu Kristina, çfarë ka ndodhur me djalin tënd të vogël? Ti e ke rritur për gjithë ato vite, pse ai sot nuk është me ty? O Deçko, dhe shumë nuk do të flas për këtë pjesën e çunit, se nga që fakti që babaja tia nuk i ka qef dhe unë do ja çaroj gjatë më tepër, thjesht do ta thoja që mbase dhe ai e do shumë. Momenti si ka ikur çuni ka qenë po më lutësh baba i çunit, lutem më jep ta shoh edhe un pak çunin, më jep ta mbaj edhe un pak ditë. Okej, ti e di zemrën time që unë edhe ja dhash. Okej, e lam që fëmija të babi vet brenda 3 muajve duhet të ktheshe në Shqipëri. Të paktën E qartë, ti dhe prokurën që të shkonte te babai. unë nuk do e lija 3 muaj, po brenda rregullave 3 muaj të paktën dhe sikur, hajde 3 muaj, a kupton? Okej, po afroshin unë sa kalovi një javë, e shqetësoja babajnë e çunit, se doja çunin, po. Kaluan 1, 2, 3 muaj, thash ky tani ka drejt hy fëmija Shqipëri, se me ligj, nëse shkeli rregullin, ndiqeshe penalisht. E qartë. Okej, qa do bëhet me çunin? Tha, sa vite ke mbajtur ti? Thash 11. Po bëhet gjë ta mbaj dhe unë 11, tha? 11 të mbajtë ti, ta mbaj dhe unë 11 vjetë, tha. Okej, debate, jo se nuk dua ta lë, sa je di pika ime dobët është Aleksi. Jo se unë nuk i dua gocat, se gocat e mia i duaj shumë. Okej, çdo kush e ka një pikë të dobët. Pika ime dobët është çuni. O det shiko, nuk e di, as unë nuk e kam kuptuar kur ku është drejtimi që ai po ma mban. Domethënë, ai e di shumë mirë që unë jam shumë nënë e përkushtuar te fëmijët. E di shumë mirë që unë për çunin jam shumë e vënë mbas çunit, se të thua që shiko ka ankesa se nuk e mban mirë, këtë nuk ka lidhje fare. Thjesht ai thot, o Kristin thot, se ai nuk ka fëmijë, fati im i keq, që ai nuk ka fëmijë tjetër. Edhe tani i bie që neve çunin ta ndajmë në 2 pjesë. Më thot mua ti paktën ke gocat, sa do ndjesh ma shumë, po unë që nuk kam fare. Ai e do shumë çunin. Faktikisht, çunin ai e do shumë. Dhe për këtë gjë jam shumë e sigurt, se unë Ai është babai i tij. Po, unë kam parë dhe në telefon kur ati lotë t'i iknin kështu, a kupton për çunin, dhe jam shumë e sigurt që e do shumë. E do dhe e do jashtë mase. Dhe nuk e di, tani që të shkoj të takoj una, mendoj unë, ka frikë, se nëse unë do shkoj atje do përballem me Aleksi, e sigurt që Aleksi do shkputet nga duart e atij. Do iki direkt, do vi tek mua, se është më se normale, Aleksi u rrit me mua dhe Aleksi mund të rrit e babi vetë, okej, po e ka atë dashurin tek mua, e ka ato, ai dhe sa ngrihet nga gjumi, a ke ngrënë bukë? A ke fitur gjumë? Harrona njërë dhe thot prap, po kam ngrënë zemër. Aleksi është shumë i fiksuar tek mua, se ne kemi bashku, rritëm të dy, unë me Aleksi nuk isha ndarë kurrë. Kjo ka qenë era parë dhe as vetë nuk e kuptoj, se shkole qa bëjmë në rrjetet sociale që ishme bëjmë o zemra. Se sa vuaj una, në shpirtin tim, vetëm kush më shef mua nga afër, se tani unë nuk du me ju bëj qef, se kemi dhe asëm, se nuk na duan të gjithë, dhe të paktën nuk kam edhe kundërshtar, si nga pjesa e vajzës që kam marrë, si nga pjesa e çunit, a kupton, kena kundërshtar, dhe unë nuk du kur me ja bëj qef në askur kujt, e di shumë mirë tipin tim që una mund të dalë syt njerëzit duke qeshve, duke bërë për mbrapa, dhe jem duke qarë. Jetë ndonjëherë na duhet që të vendosim një maskë
për hir të njerëzve që i kemi pranë, mos u zbulojnë sekretet apo dhimbjet tona, por të gjithë ne vuajmë në format tona. Jeta të përballë, të përplas me shumë gjëra të vështira. Dhe unë të kam takuar vetë personalisht dhe e di shumë mirë se sa të mungon djali. Por ajo që është e rëndësishme është që ti je e qetë, ai është në duar të sigurta. Është me babain e vet, por sigurisht që ai 11 vjeçar ka nevojë për erën tënde. Adet më ka marrë shumë malli sa nuk e ke iden. Dhe mendoj, them, nëse do përplasim, do më dali çuni përpara. Them, a do kem kurajë ta përballoj momentin se mos më bie diçka aq jam arrosur, aq dua ta shoh, aq dua ta përkëdhel. Por unë besoj që ti me babain ke folur që ndoshta në pushimet e verës ai ta sjelli në Shqipëri, që ti të kesh mundësi ta takosh, edhe pse ti flet çdo ditë, ai nuk ta pengon këtë gjë. E di çfarë mendoj unë? Mendoj që ai mbase dhe nuk do ta sillë për këtë arsye që nëse çuni do vi këtu nuk do ikim mbrapa. Nëse do shkoj unë ta takoj, ai e ka këtë frikë se ai e di edhe vetë që sa shumë më do çuni mua, kupton? Dhe nga kjo mendoj unë që ai nuk më le që unë të përballem, ma nuk e di, s'di çfarë më të thënë. Unë kam shumë komunikim të mirë dhe me babain e çunit, flasim shumë gjithmonë. Se di, nuk di çfarë të them, nuk e di. Ti nuk e ndërmend, ti drejtoresh gjykatës, të bësh një denoncim, të nisësh betejën me drejtësinë, pasi kujdesarin atij fëmije ke ti. Dhe ai e ka marrë në mënyrë të jashtëligjshme këtë gjë. Mbi të gjitha atij i ke dhënë një prokur që ai ta nxjerrë jashtë për 3 muaj. Ai ka shkelur të gjitha rregullat, ka shkelur ligjin shqiptar dhe nëse ti e ndjek me rrugën ligjore, ai ka penalizime për këtë gjë. Ti nuk do t'ja bësh këtë gjë babait të fëmijës. Unë po t'ishe për të bërë këtë gjë, ja kisha bërë me kohë dhe nuk do rria do vuaja sot e 1 vit e gjysmë. Jo, nuk dua t'i bëj dëm. Nuk dua, ai do jetë babai fëmijës tim gjithë jetën. Dhe nuk dua t'i bëj keq, okay, do thuash ai të bëri. Në fund fare nuk më vravi, në fund fare dhe ai e ka fëmijë siç e kam unë. Patjetër. Edhe ati dhe më shpirti siç më dhe mua. Dhe nuk e di, mbase dhe ai do mendojt më tepër, do ta shikoj që unë jam nënë dhe vuaj për atë fëmijë, inshallah zgjidh Zoti me thënë që shko Kristin, po ta sjell muajt e pushimeve. Unë kam shpresa dhe ndaj po rri kështu, që në muajt në pushim them se pushimet e shkollës mendoj se do ma sjellin, po që ta dëmtoj babain e çunit nuk e dëmtoj kurrë. Qartë, ti pret të kesh një gjuhë të përbashkët, të gjeni të dy një gjuhë të përbashkët, që dhe ti ta kesh djalin në një farë mënyre, jo vetëm në kujdestari, por të prindërosh për të. Të ketë ty afër dhe padyshim. Kristin, unë ta uroj me zemër, sinqerisht, të bashkohesh sa më shpejt me djalin, sepse po e përsëris, më ke prekur shumë. Ti erdhe në studion time për një tjetër mision, për të kërkuar një person të humbur, një person që kujdesur për vitet të tëra dhe gjatë kohës së publicitetit, por edhe pas emisionit, ti vetëm lotoje për djalin. Dhe unë e di, e kuptoj dhe të besoj se sa vuan për djalin. Uroj që babai i fëmijës tënd. Çdo nën, nëse i merr fëmijën, çdo nën vuan edhe nëse i ke marr fëmijën më mirë për mendimin tim më mirë vraj me një plumë. Të shpëtosh se sa ta dëmtosh në këtë mënyrë që të vuaj çdo ditë, çdo moment, çdo sekond. Imagjinon do dal jashtë, shikoj fëmijët, çdo fëmijë që unë shikoj, unë i kap qaj tjetri se kam mendjen fare apo tjetra. Unë sa i shikoj fëmijët, vritem 10 fishi kur shikoj çunat e lagjës, vajzat e më shikoj, shokët e Aleksit, më bëjnë dëm, më vrasin dhe mua, po mendoj se çdo nënë përjeton këtë pjesë dhe kur mos i raftas një nënë kjo gjë. Çuni më është mirë e bukur, nuk po them është shumë mirë aty ku është. Po, tani qa me tonë, unë jam nëna dhe normal më dhem shpirti, ti e nënë dhe shumë nëna që mund më kuptojnë mua. Unë uroj që këtë live ish bashkëshorti juaj, babai i fëmijës ta ndjeki dhe të ndërgjegjësohet, të reagoj, sepse nëse ai e do vërtet Aleksin aq shumë, sa ti po më tregon në këtë live, ai s'duhet ta ndaj nga ty.
Nëse ju e doni fëmijën tuaj, ju do të jeni të dy pranë tij, në momentet më të bukura në jetën e tij dhe në momentet më të vështira. Unë dua ta them për audiencën këtu, ti nuk e dashur të flasësh për jetën tënde, por në një farë mënyrë unë të imponova që Kristina, disa gjëra duhet i tregosh. Dhe je sot me mua, kështu që unë të falenderoj që e pranove ftesën time në këtë live. Ta nis me pyetjen, momenti që ti u martove, edhe solle në jetë një vajzë, por gjërat nuk shkuan mirë dhe u ndave me babain e vajzës tënde. Si ka qenë jeta për ty? E vetme, fillimisht me një vajzë, jo të gjithë të mbështesnin. Po det, ka qenë edhe i thon këtu e 25 vjet para ishin ndryshe gjërat në atë kohë. Një vajzë e vogël dhe unë kam qenë 15 vjeçar. Me një vajzë të vogël, llogarit e ti fëmia, të majt fëmin, unë kam qenë fëmijë dhe unë a mendoj kur jam martuar isha të lut me kështu se kam i den çaj ishin të pllaka losja me kalamajt e lagjës, e kupton? Sa ja bënte vira qyqa, ç'është kjo nusa më vës. E vogël pra unë dhe nuk dija dhe isha të lut me fëmijët e lagjës, sa që kalamoj vogël. Shumë keq, ka qenë një moment shumë i vështirë. Në kohën që dhe është për t'u habitur fakti si telenovelëm ka qenë jeta. Okej, burri im largohet, shkëputet ikën nga Shqipëria, ikën në Greqi, bënte në i lekt më mirë të dhe mua. Dhe në fund fare unë marrë vesh që burri u martua. Do të unë prisja që burri të ktheshe shtëpi, unë isha 7 zanë, po të ktheshe burri. Kur unë shkoj në shtëpinë e burrit, kur më del nusja, më dalin të dy me një gruan. Se është edhe për të qeshur për Zotin. Po unë isha 7 zanë, po prisja burrin, a kupton? Edhe thash, okej, dhe voglista se linte dhe nuk dal dot më. Me fëmijët vogël thash, po shkoj një po pyes tek te Vjera. Dhe kur unë shkoj te shtëpia e Vjerës, më del burri me nusën. Edhe nga qenë, vajzën e atëre kur kam shku, ishte një vjet, ka qenë vajza një vjeç se ky ishte martuar, në kohën që unë isha 7 zanë, por nuk dija asnjë. Dhe kur u bë vajza një vjeçe, unë shkova te shtëpia këtij, thash, ta di mbas në një keq kuptima në një gjë. Dhe kur shkoj më dalin të dy te dera dhe vajza kështu pa. Po nuk goja. Asnjë gjë fare, bile më tha nusja do ikësh që tu tha apo të marrim një lopat, ku nuk se çfarë bëshin te kopshti. Tika nuk as e pash më as më pa. Më mbas iki me Kristianën në Greqi. Faleminderit Zot se kur je njeri i mirë, ka dhe njerëz të mirë. Aty në Greqi arrit që njoh një familje shumë të mirë. Ta nuk kishin vajza, kishte 3 çuna dhe s'kishin vajza dhe aty vaftisin Kristianën. Dhe aty u rregulluam, na ndihmuan shumë si familja ata. E vdekur dhe motra, i vune dhe emrin e hallës, 3 fëmijëve, a kupton? Edhe Kristiana ishte si pashas, ishin 3 çuna, vetëm Kristiana vajzë. Po, shumë mirë. Aty pastaj ndryshovi komplet jeta ime, më ndihmuan shumë. Mirë, okej. Pastaj njoh një berac, babain e çunit. Babain e Aleksit. Por ndërkohë që ti nise një jetë së re në shtetin grek dhe kjo familja greke të ndihmoi, babai i vajzës, i Kristianës, asnjëherë nuk u interesua për të bijën? Jo. A sot që Kristiana është një moshë madhore, nuk ka kontakte me babain? Jo, po, Kristiana ka kërku babën e vet. Ka qenë 16 vjeçër duket. Babai Kristianës ky ka shumë të kokoleps kur historinë. I thot gruas që un kam një vajzë thot me një grua tjetër, po para se të prezantonte Kristianën kishte prezantuar këtë gocën që ka marrë, se këtë vajzën që ka marrë e ka ky me një grua tjetër, ë? Ka bërë disa martesa. Po, edhe i thot i tregon të parën, i thot shkon kam një vajzë thot me një grua tjetër. Okej, thot ajo hajde diku ja pranovi. Ndenjë edhe ca kohë ky dhe i thot shiko kam edhe një tjetër thot. Një grua tjetër, kupton se kishin 3 martesa dhe me një anë mbas edhe nuk ka patur faja shketa dhe nuk pranovi ajo nusja e tretë. Se unë s'kam punë fare me gratë aty, unë kërkoj ndjes, as më kanë në i borç, as ju kam. E qartë. Dhe ju kërkoj dhe ndjes nëse i kam prekur diku me në i vend. Edhe takohet Kristiana, okej, flisni, po nuk e pranon të nusja e tretë në shtëpi, a kupton? E qartë, e kuptoj. Nusja e babait Kristianës nuk donte që të kishe lidhje ky me vajza, dhe kupton, kishe fëmijët e vet, nuk donte, mase nuk kishe, si ta shpjegoj o det,
s'ka dash. Jo, e kuptoj, ajo nuk donte, por realisht nuk është e drejtë, ë? Një baba nuk mund ta pengoj nusja të takoj një fëmijë që ka nga martesa e parë. Por sot ka kontakte me babain apo i ka shkëputur? Po, kanë deri diku, po, të dyja gocat, jo shumë, po, çka, se ju vjen edhe i natë, shiko, det, ti mund ta mbash gruan, gruaja është grua, fëmia janë fëmijë, çdo kush ka vendin e vet. Tani, gocat nuk mund të shkonin në shtëpi se thoshe nuk më do gruaja. Po tjetër çfarë babai i than këto kur ti neve nuk na respekton. Të vim në shtëpi të takoj motrën dhe vllajin, se kanë dhe një motrë dhe një vlla tjetër, këto e kupton? Sepse janë tre barqe. Po. Atëherë që ta kuptojmë qartë, Kristina, ish partneri juaj ka sjell në jetë vajzën që ke ti Kristianën, është martuar me atë të dytën që të la ty dhe solli një tjetër vajzë në jetë, ndërkohë që ka dhe gruan e tretë që ka sjell fëmijë. Tani, ç'ne ti me vajzën e ish burrit? Këtë histori më tregon. Ti sot rrit vajzën tënde, rrit edhe motrën e vajzës tënde, pra vajzën e ish burrit. Jeta është portokall. Një ditë mamaja sa gocë ka dash me mëzë me lopat mua. Po shko si është jeta. Unë sot rrit fëmin asaj. Qa ironie. Më mbushet sot me lop. Mua para disa viteve ajo zonjë ka dash me më gjujt mua, që unë isha një kalamat, okej, prap unë i kërkoj ndjes, ë? Qartë, por ne po kemi disa të vërteta që kanë ndodhur që janë të pamohueshme. Kështu që mos u vendos në siklet nëse tregon një histori dhe mund të lëndohen njerëz të tjerë. Ti ke qenë 15 vjeç kur shkove te dera e burrit dhe gruaja që kishte marrë ai mori lopatën të gjuante. Sot ti rrit vajzën e saj. Pse? E braktisën. E braktisën? Po, ajo vajzë është gjendur në stolat të plazhit Durrësit. Por si ra kontakt me ju? Atëre, vajza kishte motrën e vet në Facebook. Mi shkruan motrës në Facebook. Po. Mi thot, o motra ka ngelu në rrugë, edhe më thot vajza mua, më thot, motra ime ka ngelu në rrugë. Po, i thash, i kam pagu taksin Kristianës, i kam thonë shko merre, sille në shtëpi, që në momentin që ajo vajzë hyri në derën time, nuk doli më nga kjo derë. Ajo mua më thret mami. Una nuk e kam dar asnjë nga fëmijët e mi, por kundrazi kam par ato më shumë se sa fëmijët e mi, për mos me ndje mungesën e tjamës, mos me ndje asnjë gjë të ishte plotësuar tek mua. Dhe ajo është një vajzë absolute, është një vajzë shumë e mirë, është një vajzë shumë e dashur. Investimi që kam bërë për atë, besoj se jam shumë e kënaqur tek ajo vajzë, se më respekton, më do, shko dhe sa bën ai respekti, që ajo e kupton çka kam bërë unë për atë fëmijë dhe jo që nuk më hedh poshtë mua, po ajo mu më shef si me ta thënë rëdet, si fëmijë më shikon, vetë ta shohun ata, shumë shikon ajo mua. Është një vajzë shumë, shumë e mirë, dhe jam shumë krenare, dhe do jem gjithë jetën pranë asaj. Ja kam dhënë fjalën që do jem gjithë jetën time pranë Vanesës, në të mirë e në të keq. Tash Kristina, sa vite ke që e ke marrë në shtëpi Vanesa? Po do të kem ja 9 vjet, 8-9 vjet kështu po. Dhe nga momenti që ai hyri në derën e shtëpisë, ti u bëre me dy vajza. Po, dhe mua kur më pyet dikush sa fëmijë ke o Kristinë, 3, që në fillim kam thënë 3 dhe 3 do kem gjithë jetën. Sot Vanesa ka kontakte me nënën e saj, le ta quajmë atë biologjike, se ajo nëna shpirtërore i jeti tashmë për atë. Shiko, unë odet, ti e di që unë kam një zemër shumë të mire dhe unë prap nuk bëj me keqe për asnjë gjë, çado që të më bëjnë njerëz dhe të më luftojnë apo çado që të më bëjnë, unë prap jam nga ato femrat që do bëj mirë dhe do flas mirë. Una mamit Vanesës i kam folur gjithmonë për mamin e vet, i kam thënë gjë zemër, se nuk e dim si ka pas hallet, se normal, shiko, edhe ajo do ketë pas diçka odet. Mbi gjitha çka ka ndodhur me jetën time, çam ka bërë mua ajo, nuk ka asnjë gjë, se në fund fare fajin e ka patur
ish burrin dhe se pati fajin ajo, se në fund fare ajo ishte viktim si puna ime. Dhe kështu që, po, ajo diçka ka patur, se nuk ka mundësi, unë mendoj se unë jam vetë nën dhe mendoj unë, nuk më duket, nuk besoj se ka nën që ta lëj fëmijën dhe t'ikin pas një arsye. Unë kështu e mendoj, mbase jam unë e gabuar, po unë jam vetë nën dhe nuk besoj që ta lëj një nën fëmijë kështu dhe t'iki, nuk e di. Kuptoj, por sot vajza e vet Vanessa dëshiron të flasi me nënën dhe pse ti i flet fjalë të mira, e kuptoj këtë gjë. Apo nuk ka dëshirë të flasi? Nuk do ti, unë i flas gjithmonë që shko Vanessa, si do ajo është nëna jote për gjithmonë. Ajo të ka bërë kokën të solli në jetë. Mua thot për mua ti e mamim, thot. Unë mundohem gjithmonë që ato të kenë shumë marrëdhënie të mira me njëra tjetrin dhe kam pas kohë dhe i lidhja që kishin marrëdhënie, ziheshin prap, pajtoheshin prap. Nuk e di çfarë të them o zemër dhe nuk dua të ndërhyj më në pjesën aty. Unë sa ka mundësi i flas Vanesës, shiko, foli se gjunash mami jot. Ajo ka nënën e vetë, zëma të bëjnë çfarë të doj, nuk di çfarë të them, ose nuk e di. Ndërkohë të dyja motrat janë të lumtura. Pa, sigurisht. Edhe ato e ndjejnë mungesën e vllajt. Po, sigurisht. Po normal që e duan që të dyja, se dhaj, Odet, shikoj, diku që ndron problemi. Ai është rritur mes dy motrave, sepse ai motrën quan Vanesën. Po, ai nuk e di fare që Vanessa nuk është motra e vetë realitet. Nuk ja ke treguar? Jo fare, nuk i kemi treguar dhe bila atë po tregonim dhe një ditë, po thoshim me gocat që ta presim të rritet edhe pak, që ti tregojmë, unë nuk, shikoj, ai nuk do reagoj keq se ai do shumë gocat. Se ai ndjen të dyja motra madhe, motra vogël, thot. Motra e madhe, motra e vogël. E dashur Kristina, ti shkove në Greqi me vajzën tënde të vogël pas një braktisjeve të themi nga babai i saj, një familje greke të ndihmoi dhe aty avash u rrite dhe u njohe me babain e Aleksit, të djalit tënd. Si vazhdoi jeta jote? Shiko, gjita ime që shumë e bukur. Një ditë në mëngjes, më merr vllai në telefon, më thot, hajde thot se mami ka dalë me kancer. Dhe aty u shkatrua çdo gjë pastaj. Dhe që ka ardhur ndarja nga babai çunit, kam qenë unë e para që jam larguar për arsye se në momentin që mua mami më ndron jetë, unë kam qenë shumë e dhënë mbas asaj. Unë kam jetu vetë në për spitale një vit në atë kohë, domethënë nuk bësha dot. Dhe aty pastaj më fillova dhe sherrët grindjen me burrin tim, a kupton se çdo kush s'po duronte të thotë më ai se unë një dy në spitale, nuk po kalova shumë keq edhe në depresiona, nuk di si ta shpjegoj. Shumë rënd. I prisha dhe lekët, a kupton, burri tim bleva një shtëpi aty se po më thoshe mami, një moment që e parë se të ndronte jetë, a ble një shtëpi këtu që t'jetosh me mua. Unë e bleva një shtëpi në kokën time, a kupton, ja mora lekët nga llogaria e burrit që është vështirë t'je bëj çdo grua këto gjëra burrit, po vëllai Odet për nënën time rrezikova jetën dhe shkatrova. Domethënë pastaj aty unë vdiq mamim, aty që çdo gjë shkatrim, si shëndetim, si burri, si çdo gjë. Bra shumë gjëra det, jo në për spitalet, ju e dini shumë mirë që kur ke një të smunë në spital, qa duhet, dhe kur të shikojnë doktori është psikolog dhe kur të shikojnë që ti je çmendur, bas ti personi këta aty të bjerë më kokë më tepër, që mua këta më kanë marrë shpirt në atë periudhë, edhe fillovi sherri, pastaj kupton jo po çfarë mi bëj lekët, jo po nëna jote nuk ishte nëna ime, kupton. Edhe kështu që mua më erdhi sherri, më erdhën debatet, okay, ai ishte shumë njeri i mirë, mbas edhe nuk pati faj se unë doja që të shpëtoja nënën time dhe dha shumë lek doktorave, mbas se isha viktima atyra, nuk di si ta shpjegoj, nga që doja shumë nënën time dhe rrezikova veten time, rrezikova familjen, e kupton. Kuptoj, të kuptoj qartë. Gjithçka e ke bërë për nënën, në momentin që ajo u diagnostikua me një sëmundje të rëndë, një sëmundje që të merr jetën dhe asaj fatkeqësisht ja mori jetën, e kuptoj që ti nga ekonomia që kishin familjen tënde nuk e pyete fare të çoq dhe e bëre për nënën tënde. Kristina, në thelb nuk e bërë diçka gabim. Çdo vajzë besoj në momentin që nënën e ka në rrezik për jetën, çdo lek që do kishte në xhep do e shpenzonte për nënën e vet.
Kështu që të kuptoj dhe të mirë kuptoj për këtë pjesë që ti ke bërë. Unë i bëra të gjitha ato dhe, nënën time kam përcjell si princesh spitalet kur çfarë do që ja kam bërë hizmetin, nuk i kam lënë gjë mëngët, po pastaj çdo gjë erdhi shkatrim, domethënë aty që shkatrimi i jetës time që unë ndava dhe normal mbase dhe ai sot do të lajë ato akat që parat nuk di si ta them, nuk e di, mbase dhe ai nuk ka faj. Se në fund fare kur tha nëna jote është, nuk është nëna ime, po tani nëna ime ishte, po çfarë them unë det, unë kam qenë shumë e çmendur mas mamit edhe nuk jam bërë pishman dhe kur nuk bëjmë pishman, jo një burr, po dhe 500 burra. Para nënës time nuk vija asnjë njeri në atë kohë. Nuk më interesonte askush para nënës time. Pas ndarjes e dashur Kristina, pas ndarjes me babain e Aleksit, ti qëndrove me dy fëmijët, pra me vajzën edhe me djalin në Greqi, apo u riktheve më vonë në Shqipëri? Domethënë, si vazhdoi jeta juaj? Odet unë u ktheva në Shqipëri, u ktheva në qytetin tim në Gramsh. Pastaj erdha në Tiranë. Këtu në Tiranë gjej Gjergjin, do që ta çojmë temën te Gjergji. Këtu e kanë vetur Gjergjin atë. Ta shpjegojmë pak për audiencën, se ndoshta e keq kuptojnë që Gjergji mund të ishte partneri i radhës. Atëre, të dashur miq, Gjergji ishte një zotëri i cili kishte ngelur në mes të katër rrugëve, bënte një jetën e një ndacaku, ku Kristina e ka njohur në lagje në pallatin ku ajo jetonte dhe Kristina për shumë vite Gjergjit i gjeti një stre dhe mëngjes drek dark i çonte ushimin. Gjergji është larguar dhe ka humbur dhe Kristina e kërkon Gjergjin sepse i dhimbse të quan si pjesë të familjes. Që e bëra këtë sqarim Kristina për të gjithë ata që janë në këtë momente në live. Janë diku mbi 1300 veta në këtë momente live. Unë dua që të gjejmë Gjergjin. E dashur Kristina, dyshohet se mund të ndodhë diçka e keqe me Gjergjin, i cili në një gjendje të rëndë shëndetësore është gjetur nga kalimtarët e rrugës në kryeqytet, është njoftuar policia, ka ardhur autoambulanca dhe Gjergji ka përfunduar në urgjencë. Nuk e dim se si është regjistruar në spitalin e QSOT-s, por në regjistrin themeltar të urgjencës pranë QSOT-s nuk figuron i regjistruar. Ai ka marrë ndihmën e shpejtë në urgjencë dhe më pas ka kaluar në një pavion tjetër, pasi gjendja e tij shëndetësore ka qenë goxha e rënduar. Ka qëndruar 2 javë i shtruar dhe dyshohet, por jo e verifikuar plotësisht. Unë ende nuk kam marrë një përgjigje zyrtare nga QSOT-ja që Gjergji ka ndruar jetë dhe ai është përcjellë në banesën e fundit pikërisht nga punojësit e Bashkisë së Tiranës. Të paktën këto janë informacionet që unë i kam marrë, por jo në rrugë zyrtare, sepse një informacion tjetër që kam britur nga një person nga Tirana na ka treguar që Gjergji nuk ka vdekur, por Gjergji është marrë nga shërbimi social dhe është vendosur në një strehës nga shërbimi social, flasim për shtëpinë e të moshuarve dhe jeton aty. Do thuash ti pse ka qenë vështirë për ta verifikuar. Ndonjëherë është goxha e vështirë. Kur ke atë raportin me institucionet që më dërgoj email dhe unë të kthej email, jo po më çoj emailin kështu, jo po ashtu, përgjigjja vjen për një muaj. Ndërkohë që kjo me një telefonat mund të verifikohet brenda sekondit. A ishte në spital, a ndroi jetë, a shkoi në një qendër të shërbimit social, dhe këto gjëra mund të zgjidhen brenda sekondit. Por jetojmë në Shqipëri dhe gjëra duhen me procedura, me letra, me emaile. Gjithsesi unë kam premtuar që çështjen e Gjergjit e dashur Kristina, ne do ta çojmë deri në fund. Unë uroj që ai të jetë gjallë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Unë uroj që ai të jetë në një shtëpi të moshuarve, aty ku i ka të gjitha dhe të ketë dhe shërbimin, dhe uroj që ti të takosh sa më shpejt me Gjergjin, sepse e di që e buan mungesën e tij. Po. A kemi shpresë? Kristinë, më lejo të verifikoj të gjitha informacionet për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Unë nuk mund të them dot po kemi shpresë, ai është gjallë, apo jo nuk kemi shpresë. Unë jam i sigurt që brenda 24 orëve, nesër, do kemi një përgjigje zyrtare për të mësuar çfarë ndodhi me të në spital. Unë mbora telefon sot të Treshit, një mikun tim aty, dhe më ka thënë që po,
nesër o Kristin do ta verifikoj që do të the përgjigje. Se me mik tani se kur shkon pyet se shko Kristin që qëndron diçka që Gjergji nuk ka dokument. Nuk ka një mjet identifikimi. Nuk ka një dokument dhe këtu mua më prish shumë punë se nga që nuk ja dhe nëse ka marrë policia, ai nuk ka patur mund të ketë thënë emrin Gjergji, po nuk është ai ka dokument që të regjistrohet aty. Dhe tani për nesër ma ka lënë ai shefi me më kthy përgjigje, po nuk e di. Ndërkohë që po shikoj komentet, shumë njerëz që po shkruajnë, unë falenderoj të gjithëve për ata që shkruajnë mesazhe pozitive, janë mesazhe që janë frymëzuese edhe për mua, edhe për Kristinën që është në këtë live intim, por asnjë koment për të gjithë ata që kanë një opinion ndryshe që mua nuk po pëlqen t'i lexoj dhe asnjëherë s'kam për t'i lexuar. Kështu që ju që shkruani mos u lodhni kot se unë nuk i lexoj kurrë ato komente. Sa ma kap syri një fjalë që nuk më pëlqen, e kaloj dhe vazhdoj me komente tjera. Kështu që ju falenderoj dhe juve që u ktheni përgjigjeve njerëz të papërgjegjshëm që mund t'japin një koment aty negativ, por unë ende se kam kuptuar këtë lloj turme. Odet, një sekond, se më ka pëlqyer mesazh. Kjo nuk mendon për çuni, thot po mendon për Gjergjin. Këta sikur janë në shpirtin tim, këta s'majnë dot familjet e tyre. Tani këta dalin këta me më gjyku mua. Kush e bën atë që bëj unë, me bëjnë këta. Këta dhe prindërit e tyre i kanë çuar tek azilët, shko tani dalin këta, moralit komentojnë, thot nuk gjen çun, nuk kërkon çuni, thot po kërkon Gjergjin. E dashur Kristina, se s'dua të mbaj gjatë te ky live-i, u bë plot ditë që rri e mbyllur, e izoluar, e mërzitur në shtëpi që nuk del dhe e di që vuan largesën e djalit. Por kështu nuk vazhdohet. Ti duhet i rikthesh punës, si jetës normale, sepse ti në mendjen tënde dhe në shpirtin tënd e di që djali është i sigurt, është me babain e vet, shkon në shkollë, studion, nuk i mungon asgjë. Okej, i mungon ti, padyshim që i mungon ti. Vajzat paktën i ke pranë, ato të qëndrojnë pranë. Është e thjesht të komentosh dhe është e thjesht të flasësh, po nuk është e thjesht ta dish se sa vuan tjetri nga brenda dhe çka ka në shpirt. Se gjithë po kur shkojmë tjetër nga jashtë gjithsesi, mua di çfarë më intereson, mua më intereson çuni dhe Gjergji në këto momente. Okej, çunin e kam shumë mirë bukur aty ku është. Normal që shumë shpejt do jetë në krahët e mia, po për Gjergji nuk kam asnjë informacioni dhe doja, se më duket sikur unë e kam braktisur, e ndje unë që Gjergji këtë radhë ka qenë i braktisur nga mua dhe doja shumë ta gjeja. E dashur Kristina, dua të të falenderoj që ishe live me mua dhe dua të t'i jap disa sekonda kohë nëse ke një mesazh për të përcjell, një mesazh që nuk e di kujt mund t'ja përcjellësh. Babait të Aleksit, babait të Kristianës, nënës së Kristianës, një mesazh motivues për 3 fëmijët e tu, është e drejta jote, një mesazh që të bëjmë mbylljen. Jo, zemra, una faleminderit Zotit që më ka dhënë 3 fëmijë dhe nuk më interesojnë fare të tjerët që janë pjesëtar të familjes time. Unë për fëmijët e mirë, për babain e çunit respekte, se mbi të gjitha është me fëmijën e ati, po, një respekt. Për të tjerët, zemra, nuk kam asnjë gjë për të thënë. S'kam asnjë gjë për të tjerët, po, për fëmijët e mirë, faleminderit Zotit që më ke dhënë 3 yje. Ti ke mirë kaq dua unë. Çan brapa me zemra, nuk kam asnjë gjë për tjerët. Mirë, të falenderoj Kristin, të falenderoj dhe natën e mirë. Kjo ishte historia e Kristina Ibros, nënës së 3 fëmijëve, një grua e fortë që ja doli dhe lufton çdo ditë për të siguruar të mirën e 3 fëmijëve të saj. Të dashur miq, ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ju falenderoj që më shkruani, më komentoni në faqet e mia zyrtare, në Instagram Odeta Dume, por edhe në adresën e TikTokut Odeta Dume Mandro, si dhe në Facebook, sërish me të njëjtin emër Odeta Dume Mandro. Lini komentin tuaj për historinë e Kristina Ibros këtu poshtë videos dhe mos harroni që tek fotoja ime këtu lart të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube. Faleminderit.